bambu. Është qasti perfekt për një buqet me lule. Buqeta ime është kaq e madhe sa që mezi po e mbaj. Më ndihmon dot ta mbash pak? Më vjen keq Malis, por është shumë e rëndë për mua. Hej, përshëndetje bambu. Në këtë vap të madhe lulet e mia po thanë për ujë. Bambu, a do të vish me mua për bashkim? Ai më tha që lulet ishin të rënda. Ai më refuzoi të bashkonte me mua. Ai dukej shumë i mërzitur. E po mirë, pra qetësoni pak. Me që bambuja është i mërzitur, ne duhet të argëtojmë atë. E po nuk do bëj klonin para ti, vetëm që unë të argëtoj atë për t'i rikthyer buzëqeshjen. Dhe pse të mos e bëjmë? Si feti? Po, por mund të bëjmë më shumë përveç se bëri klon. Ne kemi për të bërë një shfaqje cirku për bambun. Kjo është një ide për krye nga ana jote Kiki, por ai nuk del as nga shtëpia. Fitoja e bën që ai të vit tek shfaqja. Këtë e bën të mundur vetëm po si ryn Koko. I dashur bambuja im, kemi kënaqësinë për të të ftuar në shfaqjen tonë të cirkut që do të zhvillohet në Majën e Madhe. Kiki. Përshëndetje bambu, po je duke shkuar kështu? Do shkoj në cirk. Po kjo është e përkryer. Mund të më shoqërosh nëse do. Më fal? E po ja, dua të të ftoj në shfaqje. Ne e pranoj me shumë kënaqësi, por do takohemi atje. Rami, Miramo, kemi për të shkuar në cirk. Eja, le të shkojmë, nxitoni. Atëherë Lilo Bella, ti ke për të qenë sharmantja e gjarprit. I keni që të gjitha aksesorët? Janë të gjitha këtu, shporta prej kashte, gjarpri prej lecke dhe flauti im e gjepsës. Mun dhe Mali, ju do të esni si pëlitarit. Boluja do t'jetë orkestra, ndërsa Koko do të prezantoj shfaqjen. Por topi për çfarë do të përdoret? Ka për të përgatitur një numër me gjyle topash. Koko, a ka mbërritur publiku? Sonte, kemi për të pasur një mori numrash. Zonja, zonjusha dhe zotërinj, cirku i pyllit. Zip, Rami dhe Miramuja janë atje, mund të na hapin telashe. Qetësu pa Koko, ne duhet të bëjmë shfaqje për të gjithë publikun, nxito tani për tek skena. Zonja, zonjusha dhe zotërinj, cirku i pyllit ma gjepsës me shumë kënaqësi, ju shfaq këtë mbrëmje me prezantimin e një performance të jashtëzakonshme që ka për të ndodhur sonte. Përshëndetje fëmijë të dashur. Dhe tani, ja ku po vjen zonja, Zuzu dhe kafshët e saj të egra. Pantera ti kam merr fare. Të thash, ktheu me një herë këtu. Ta harro, të paktën një para asaj pantere të frikshme. Shfaqja jonë do të filloj tani për të vazhduar me një numër krejtësisht të veçantë. Me kënaqësinë më të madhe, unë do t'ju prezantoj të madhen Lilo Bella, magjepsja e gjarpërinjve. Palu, po vjen numri i radhës, nxito. Vazhdo kështu Kiki, ndize. Që ata gjithë në skenë për shfaqje. La